إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده سبحانه وأشكره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم të vetëm e falenderojmë, vetëm prej të vetmit absolut Allah ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë e lutim për gjithçka na nevojitet dhe vetëm atij i përulemi dhe i përgjërohemi dhe askujt tjetër përveç tij. Kërkojmë mbrojtje dhe mbështetje prej Allahut fuqiplot, prej gjitha mangësive, dobësive dhe mëkateve dhe veprave të cilat me hir dhe pa hir na bëjnë mëkatar. Dhe kush prej nesh nuk ka mëkate që mos thehet ke i madhi Allah Gjelle Gjelalu me i kërku atij vetmit absolutit që kanë dorë faljen e mëkateve tona. Dëshmojmë të deklarojmë se Zoti që na adhurojmë, besojmë, i përulemi, i nënshtrohemi prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, është i vetmi absolut, i madhërisëm, i plot fuqishëm, i gjithë poshtetshëm, nuk imagjinohet me logjikën tonë, nuk konceptohet me arsyen tonë dhe nuk përshkruhet dhe nuk shëmbëllohet me asgjë që ka krijuar në qiell dhe në tokë. Ky e meriton me qenë Zoti i tillë. Dhe i qofshin falë modit Allah, i cili na ka udhëzu në këtë besim, në këtë fe, që ne jemi dhe ja Rabbi e lusim Allahun na bëj qëndrueshëm dhe të tillë deri në momentin e fundit. Sikur se dëshmojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, më i miri dhe më i zgjedhur i pejgamberonëve të Allahu Gjelle Gjelalu, e kumtoi dhe e transmetoi mesazhin e Islamit në mënyrën më shembullore dhe më të plot dhe më të bukur se kur pejgamber ndër pejgamberon të Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk la asgjë të mangët, asgjë pa sqaru dhe asgjë pa kumtu dhe transmetu. Dhe i qofshin falë Allahu Gjelle Gjelaluhu për këtë pejgamber madhështor. Dhe ja Rabbin i madhi Allah na i pranoft lutjet dhe salavatet tona për këtë pejgamber madhështor pa ndërprerje deri në momentin e fundit që kemi shpirt dhe gjithmonë themi salavatu Rabbi wa salamuhu alayhi ila yawmiddin, paqja, mëshira, mirësia, lirësia, begatia Allahut qofshin
pejgamberin tonë Muhammed alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gjithë ata që e ndjekin dhe pasin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. E ndihmë vëllezër të nderuar, motra të nderuara. Këshilloj veten time dhe ju, t'i frikemi Allahu xhelalu, se e pa dyshim do t'jetë dita dhe momenti ku do të ringjallemi dhe do të përllogaritemi para këtij madhërish me Allah për gjithçka që kemi punuar dhe vepruar këtë jetë kalimtare. Vëllezër dhe motra, sot me hir dhe pa hir do dal nga tema, ose do kaloj nga tema që e kishim si zinxhir historikut khalifit parë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu, dhe do flasim për aktualitetin që ne si popull dhe si botë njerëzore po e kalojmë. Subhanallah, sikur e thash edhe më parë, feja jonë nuk kalon gjë pa sqaruar. Dhe nuk kalon gjë të mangët për njeriu që t'i përgjigjet dhe ta bind për atë njeri që i modhi Zot Xhelle Xhelaluhu i ka rujt logjikën dhe arsyeën e pastër dhe të natyrshmërisë. Jo për ata që ka fut shëringat ose ka marrë për shëringat. Për këto lloj njerëzish po flasim. Për Zotin e Madh ka ditë që lexojmë, ngjojmë. Subhanallah. E përshkruajnë Zotin e tyre në thojza si dordolec. E kuptoni fjalën dordolec. E përshkruajnë Zotin e tyre në thojza që kanë lindë në grashdin e kuajve. Fjalët e librave të tyre të shenjta, jo nga unë, mos keq kuptohi, ha. E përshkruajnë Zotin e tyre me lloj formash, lloj shembujsh, që Zot ja Rabbin na ruaj logjikën dhe arsyeën se i tillë shembull nuk është i hishëm për një njeri ndërmjet të rëndom. Mi thon dikujt tjetër dordalec. Si mund ta presi? E kjo ofendu. Po si subhanallah, tu shiç njerëzve dhe publikut dhe atyre që i quajnë veten besimtar ose i thartë atyre besimve, në thojza gjithmonë, i cop dordalec mi kosh, ose mi shport dhe mi kaçile, puthe Zotin tënë, nderoje Zotin tënë, lutu Zotit tënë, falje Zotit tënë, ky do na fali gjenohet, ky është shpëtimtar. O vëllezër, kjo ka trahur logjikën soi njerëzore, është e vjetër, mos kujtoni se është vetëm për këto që shohin tani. Në kohën e Muhammed Mustafait alayhi salatu wassalam, që po zbritshin shpalljet hyjnore, pazet, freskëta, dhe po i përjetonin ata njerëz që mes tyre i modhi Allah Xhelle Xhelalu desh dhe preferoi që të nxjerrë një pakicë pakicës dhe llumin ndaloi po llum. Për 13 vjet në Mekë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam e ftoi atë popull vetëm në besim. S'kishte adhurim. Besoni Zotin e vetëm absolut. Besoni në fuqinë, pushtetin dhe mbretërinë e Zotit absolut. Bindjuni, përgjërojuni, mbështetjuni vetëm asaj fuqie absolute që nuk e perceptoni dot me logjikë. Prap nuk e kuptoi shumica. Derisa erdhi momenti që i kërkuan Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, duke i thënë, o Muhammed, ne nuk e perceptojmë Zotin tënë, nuk e përftyrim dot, nuk e imagjinojmë dot. Ti që flet në emër ti, ti që flet me hyshmin e ti, me urdhrin e ti, na e përshkruaj si është Zoti jotë.
është gur, është dru, është metal, është argjend. Qa përfejsojnë këto lloj fjalësh që thashun? Këto ishin adhurues materjes, materialist, që shimie 400 e sa vjet parë. Dhe thuhet transmetimi tjetër kësaj kërkese ju bashkëngjitën dhe që i futët. I tha do Muhammed, në thotë i ngjem në Taurat, që Zoti as nuk ha, as nuk pi. Dhe Zoti që ti po u shpall njerëzve, pak a shumë është i ngjashëm me Zotin ton. Na e përshkruaj më hollësisht që a kemi divergjenca mes nesh dhe jush, nëse është prej ari dhe prej argjendi, pra në e thuj, nëse është prej një lloj metali tjetër, në e thuj, pra po ty përfunduan, materiali. Kurse Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, sikur i modhi Allah xhelle xhelaluhu kishte sa ju gatu dhe frymzu, kur nuk fliste me hamensin e ti, si që jemi në sotën. Për çdo gjotë në pyesni, gazetë. Heshti për momentin, deri sa i modhi Allah xhelle xhelaluhu i zbriti po në atë moment. Surën më madhështore të Kuranit, e cila është nga kapaciteti i kuptimit, do me thënie saj, konsiderohet 1/3 e Kuranit. E kush është kjo sure? Që na përshkruan Allahun fuqiplot, dhe kush e përshkruan? Po fuqiploti dhe absoluti. Pse? Kush mund ta përshkruaj fuqiplotin dhe absolutin prej krijesave të tij? Askush. Vetëm ai është meritori dhe vetëm ai ti takon që t'ua përshkruaj njerëzve kur lindë perëndon dielli madhështinë e tij absolute siç e meriton. Jo sikur duam ne sot ose kur na përshtatet ne sot, ha? Të zbret ajetet e surës Ikhlas që thot Allahu xhelle xhelalu, Qul huwallahu ahad. Urdhër i prem, s'ka më dyshje mrapa, as diskutim. Thuju o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu që ju kërkoni ta njihni dhe ta dini, thuju që është një, as 2 as 3, as 5 as 10, njësh absolut. Pa zerra, ose pa shifër as para as mrapa. I parë dhe i mrapa, Allahu xhelle xhelalu. Allahu Samed. Ky Allah që po kërkojnë dhe ky Zot që kërkojnë ta njohin, thuaju që është Samed. Që do me thonë Samed? I pa nevojshëm për askën. S'ka nevoj për askën. S'ka nevoj të lindin ngrasht. As ta fusin kaçile, as ta mbulojnë me çarçaf, ha? As ta çembullojnë në mur ose ku ta dijon. As për bashorte, as për fëmijë, as për pasuni, as për katuni, është absolut i vetë mjaftueshëm për gjithçka. Dhe gjithçka është posti i, ka nevojë për të. Pa më dyshin më të vogël. Dhe u kthe përgjigje dhe këtyre që kishin trillu dhe se ju edhe bjerësimin ose trinin
se paka shumë tek një burim kanë përfundu në kënetën e moçalit qelbur, se i kanë mshu logjikës dhe arsyes prishur dhe deformume dhe kanë përfundu që Zotë na ruaj ku kanë përfundu. Gjithashtu thojun edhe atyre që Zoti ka lind dhe është i lindër, se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk lind dhe nuk është i lindur. Pse? Se si të lindish, ke nevoj për babe për nonë, apo jo? Aspektin krijes me krijes, ha? Dhe, ose si të lindsh, provësh, ke nevoj për çfarë? Për gru. Allahu Gjelle Gjelaluhu është i dlirësu prej të gjitha këtyre sifatve i pa nevojshëm për askën. Kësa me dhije. As nuk lind, as nuk është i lind. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dhe kur askush nuk mund t'i përngjasoj atij, ose të ketë shëmbëltyr, ose në imagjinatën e ti përfitëroj i cop hekur në mur, ose i dordolec, ose më thetë thash, ha? Pranaj që o në lezër pashit modhe në Allah, dinja, vlerën, mirësin, e këti besimi që i modhe Allah Gjelle Gjelaluhu na ka dhuru. Venja balin në sejdë, kur bini sejdë dhe thoj, hej modhe Allah, qofshin falë për gjithçka që na ke dhënë, por se gjonja më e madhe që na ke dhënë, me më vlerë dhe më shpëtimtare, dhe gjithat mirave që janë pa fund me që ti ne ke dhuru, është besimi në këtë Zot, pa e imagjinu dhe pa e përshkru dhe pa e përfytyru dhe pa e bodër dolec. Zot në ruaj. Dhe ja Rabi modhe Allah na e forcoft këtë besim, në tillë Zot plot fuqishëm dhe gjithë poshtetshëm. Dhe ja Rabi modhe Allah na baf që t'ua mësojmë dhe t'ua kultivojmë edhe tjerë dhe këtë besim, se kemi detyrime, jo vetëm me i nënshmu, jo vetëm me i pse ta nënshmësh, masa është kope, kopeja shkon nga ta çoj kush? Bariu. Prandaj që as nuk po i tallim, as nuk po i qeshim, as nuk po i ofendojmë, po subhanallah. Gjëja më minimale, Zot në ruaj Rabi, ke kujdes kur flasim për Zotin e gjithësisë. Ke kujdes kur thonë që lindi, dhe është i lindur, dhe si lindi dhe kur lindi mos pyet mos e më beter, ha? Kurse nëse kthehen Kur'an, subhanallah, si e shpjegon i modhe Allah Gjelle Gjelaluhu lindjen e kujt, e pejgamberit dhe dërgumit fundit në Beni Israil. Por se prej 5 pejgamberve madhështor të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mrekulli lindja e tij, mrekulli dhe ngritja e tij nga toka në qiell, dhe mrekulli zbritja e tij para kiametit dhe vdekja e tij si musliman dhe me muslimanët. Kjo është besimi jonë në Isan, birin e Merjemes, ose Jezu Krishtin, si kur thonë të tjerit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dhe zër dhe motra, diçka shkurtimisht në lidhje
me qëndrimet tona si musliman, ndaj këtyre katrahurve ose festa në thojza të Krishtlindjes. Me të ardhë keq, shumica e shumicës muslimanëve anë kanë botës, jo vetëm këtu. Me hirë dhe pa hirë kanë ranë këtë batak që ne folëm më parë. Si me kuptu, a mos ja prish shefin fëmijës ose gruz ose vene i brellat në shpise si tjerit. Pa mere një gjel si tjerit, po një amëlsin, po një kostum ato, mo në ca drita, pra subhanallah, shumica illa men rahim Allah, po shkojnë drejt një pasimi dhe një ndjekje të këtyre që e besojnë Zotin si kur thamë, pasim verbal që vallahi billahi është turp në qoftat se ky vlla ose motër pretendon që është musliman praktikant të vjedhe në xhami dhe u los dhe shpresoj që mos kemi prej tillëve, dhe sa del nga xhamia shkon dhe përzihet dhe bashkohet me tjerit, sikur nuk ka mes nesh dhe atyre asë një lloj dallimi. Jo më vlla, jo më motër, mes nesh dhe atyre dallimi dhe virgjenca është esenciale. Bindu për këtë. Dhe nëse nuk bindesh, shif imanin se ke problem. I modhi Allah Gjelle Gjelaluhu na ka dallu me besimin që na ka dhuru, dallim që nuk ka kur fangjashmërie mes nesh dhe atyre. Subhanallah. Mirë po i dashmi Zot alayhi salatu wassalam ka paralajmëruar që ky ummet do të dobësohet. Ky ummet do të katandiset. Dhe ky ummet do t'i pasoj ata hap pas hapi. Dhe nësa ata gjithë dhe përshkrimi figurativ që ka përshkru Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është i lahdashëm. Dhe nësa ata thot do të hynë në vrimën e urithit, edhe ju thot do të shkoni nga pas. Subhanallah. Wallahi, pa shkoni nga pas. Mos thot në njëri prej jush, po mirë me hoqë. Pakën pas kem argument, mi vjanë që duhet mi pasu dhe po shkojmë nga pas edhe ja mërë. Subhanallah, është e kundërta e asaj që mund ta kuptojnë në njëri. Resulullah në këtë hadith thot, mos i ndiqni dhe mos i pasoni të tjerit. Prandaj dhe dallimi që e ka shpalos Resulullah sallallahu mes ummetit islam dhe të tjerëve ka qenë aq i qartë dhe aq i hapur sa po shifte dhe një gjon të Resulullah sallallahu që të tjerit kishin diçka të ngjashme me ne, qofshin adhurime ose zakone ose tradita, me i herë urdhëron të thoshte dallonin nga të tjerit. Mos në ngjasoni të tjerëve. Një për ngjashmëria e son, me ne, mes atyre. Illa men rahim Allah. Për në lejza, unë nuk po thamë që keni bon kufër, ose keni dalë prej imani, nëse bashkohi me shumicën e lumit, në lumë po aqisojë, nuk janë festa, të cilët i përshkrujnë, sot në rruja Rabi Zotin, si kur e thamë, por se kënë frikë Allahun Gjelle Gjelalu. Ta ndajnë vetin mes lumit dhe besimtarëve të dhejtë, ta dallojnë vetën dhe mos ta hudhin vetën në atë batak dhe në atë gjëllë ku janë futë shumica, dhe të mjaftohen
ma ato që ka I modhi Allah Gjelle Gjelaluhu e ka mjaftu këtë ummet me gjona që vallaj, billaj, nuk ka nevoj për aska. Nëse do një fest, çdo javë, vallaj, çdo javë kemi fest, vallaj, edhe kjo është e gjëmoje që ne jemi sot. Nëse do një fest, çdo vit, vallaj, kemi fest, çdo vit. Jo janë vit që kanë tjeri, 2 janë vit të kemi në. Subhanallah. Dhe fest, jo fest më uqmen, po fest më u këthy ke I madhi Allah Gjelle Gjelalu. Fillon me adhurim, mbaron me adhurim. Qësojnë festat në Islam, që të kenë kuptim, të kenë domethënie, ti përshtaten logjikës që I madhi Allah Gjelle Gjelalu ka parapëlqy për idhtarët dhe pasuesit e fesë islame nga fillimi të Ademi alayhis salam deri tek Muhammed Mustafa alayhis salam. E gjithë ballina e besimit dhe e fesës tyne pejgamberëve ka qenë i'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni një Zot vetëm me të pashajgje, kurse si mos I dhoni atij shaka dhe ortak. E lutim Allahun Gjelle Gjelalu që popullin ton ta udhëzoj ka e vërteta, ka besimi I lirë dhe I pastër, siç është besimi në Zotin absolut. E lutim Allahun Gjelle Gjelalu që ne muslimanëve të na bëjë shembull besimit të pastër, dhe të reflektojmë me këtë besim dhe për këtë besim që tjetri vetëm me shembullin pa I fol, ta kuptoj dhe te vallahi duhet me besu atë besim që praktiko dhe beso filani. Kurse ne sot kena nxjerrë llapën gjuhën para praktikës dhe jeni bashku me shumicën se dhe ato po këta kanë bëmi fjalë. Kur gjuha dhe llapa atyre cënoi dhe preku librat e shenjta, vej halli pas tyre çfarë mund dalin nga gjohët e tyre të lmume. Por se lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu, siç e meriton I modhi Allah Gjelle Gjelaluhu, ti lutme dhe ti falme, na më shëroj dhe t'na fal. Mangësi kena sa dush, dobësi kemi sa dush, pra jemi në kohë. Çdo gjë e kemi në para. Shans, shfrytëzoje se nuk I dihet. Mbase as I shumicë prej neshur dhe I pakizë, Allah e di mos mi as nuk e arrim funin e vitit. Jo mot të llogarisim edhe për vitin që vje e vite me radhë. Pra ne vëllezër, wallahi, ini mirënjohës të këtij besimi, ini mirënjohës të kësaj feje, ini besnik të këtij besimi dhe kësaj feje, pa kur më dyshje dhe pa kur lëkundje, se vallahi billahi nuk kemi për gjithë kënaqësi, lumturi, shpëtim vetëm në hijen e këtij besimi dhe kësaj feje. Dhe ja Rabbi modhi Allah na bëf prej tillëve, e përfundojmë me salavatin më kuptim plot për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, dhe themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة